Tash autori me që e përmen se janë dy anë që realisht e përbëjnë atë sekretin e adhurimit të zakatit, i drejtohet tash dy palëve pjesëmarrëse në jetësimin e zakatit. Dy palë të cilët dhënësi dhe marrësi. Dhënësi dhe marrësi. Dhe dyve tash ju përcakton qasje që duhet ta kenë karshi këtij adhurimi. Dhënësi duhet që realisht t'i kupton disa urtësi, disa kuptime që kanë me zakatin, e të cilat i mundsojnë pastaj jetësimin e këtij adhurimi me dy kombinimet, edhe të adhurimit edhe përfitimit, pastaj flet edhe për marrësin, për përfituesin, se edhe ai ka obligime kashi zakatit apo. Këtë pasuri që po jep, që e ka filoni apo, kush e ka dhënë? Allahu te barë e ka dhënë. Mirë apo. Nga ajo pasuri që ti po jep, kush të ka thonë me dhënë? Allahu xhallahu ka thonë apo. Po. Mirë, sa të ka thonë me dhënë? 2.5. Sa të jetin ty? 97.5. Kuptoj obligativ tani, po flas. Tjera tani janë tjera çka apo. Mirë apo. Mirë. Me 2.5 do më ka zollat ku mbo diçka? Po edhe me 25% prap të ka me ty 75% në loptën, apo kupton? Po 50% s'ke pas hiç, të ka pa Allahu te barekuhu teala. Ai don sado që të japësh asnjë arsye se ki as logjike, as morale, as imanore, mund të thotë që çka bona. Apo do të për pasurinë, kjo është për dijen, për çka do kuft, nga ajo që të ka pa Allahu që jap ti, kur fare arsye s'ki mundi se çka bona. Se e para është pe Allahut. Ai të ka dhënë, ka dashur me shpërbly ty me këtë ibadet të kanë ru. Kaç? Apo. Po edhe e dyta, të ndozë, në part me ato që kanë dhënë tjerët, nëse krahasosh, tani të vjen marrë, a din që veç ka shku mene, se lo që i ke menu që shtopën, apo. Qa kanë jam njerëz për këtë punë? Sa kanë imu njerëz për këtë din? Sa kanë kontribu për këtë fe? Sa kanë imu fukara? Ku jetë tema se me krahasu? S'ka njerë kur farasujet në asë të aspekt. Na përën për zekatin, të për pasurinë, po mere këto edhe për dijen, edhe për guxim, për shka të kofë mere? Gjithmonë, gjemë shembuj të njerëve që realisht të kompleksojnë din palc, apo me atë çfarë ata kanë bërë për hir të Allahut te barekuhu teala. E para është që duhet ta ketë parasysh çdo përfitues, shikoj çdo kategori përfituese nga dhënia e dikujt. Duhet ta kupton se ai pari duhet të më kuptu, edhe ky dy duhet të më kuptu. Te duhet të më kuptu se kuptimi është shumë i rëndësishëm. Me kuptu pse ty Allahu ta ka obliguar me dhon. Edhe ti që merr, pse Allahu ta ka liu ty me marr, pse? Thot e para është që me kuptu marrësi. Me kuptu marrësi që merr përfituesi, me kuptu se Allahu te barekuhu teala ja ka obliguar dhënësit me të dhonë që ti me kun më i lirë në kërkimin e atë që është Allah i kënaqur. Nga se nëse jenë fukarllëk, s'u shkon xhamia. Nëse je këtu smush me këtë punë. Andaj që ti me kun më i shkarkum. Shikoj se ka përmend e para që ti mungi atë. Po që ti mos me pasë me shkon haram. Për çfarë? Çka kuptimi ka për shkakun njerëz ndihmojnë ti për haram shkon. Çka kuptimi ka? Ti s'e ke mundsu realisht kompletimin e funksionimit të zakatit. E kuptu që zakati është realisht mirësi e Allahut, është bujari e Allahut, është mëshirë e Allahut ndaj robëve të tij, edhe mëshirë ndaj dhënësit, edhe kujdes e mëshirë ndaj marrësit. Mbi gjitha, domethënë zakati është rrugë për xhenet. Sa më të mirë këtë rrugë e shtrojmë, sa më qetë e shtrojmë, më lehtë kalojmë atë. Edhe është madhnim ndaj Allahut edhe investim për vetveten. Kush jep për me madhnu Allahun dhe jep për vetveten e tij. Kush çdo kush, edhe ai që merr për me madhnu Allahun te barekuhu teala, me që Allah ja ka liu me marr, por jo, domethënë me e keq përdorur në emër të madhnimit, me arrit përfitimin nga se ka drejt, ose naudhu billah që në dunjë me marr atë që nesër i bëhet pengesë për me kalu lërshëm e rahat në xhenetin e Allahut te barekuhu teala.